Harrova dhe emrin tim tani. Unë jam Selin Bollati, 23 vjeç, në profesion balerin. Jam më shumë se kaq fakt. Mendoj që ka filluar presioni psikologjik dhe nuk jam gati. Bashkë me publikun jemi parë në skena të ndryshme, duke filluar nga teatri operas dhe baletit, në televizionet të ndryshme. Në vitin 2024, për herë të parë, provova veten në fushën e moderimit. Kjo një mundësi shumë e madhe për mua, e cila mu dha nga moderatori Ardi Gjebrea. Kuptova që televizioni është shtëpia ku dua të jetoj edhe për disa vite të tjera. Qenushi im është i vetmi që unë ndaj shtratin. Nëse në Big do duhet ta ndaj shtratin me dikë tjetër, duhet filloj dhe të le. Jo, se për shaka. Nëse Selinin e ngacmojnë më shumë sa duhet dhe e mërzistin, nuk ju premtoj dot më asgjë. Ua, tani që mendoj se do më mungoj ChatGPT aty. Dhe isha thënë chat, kjo po sillet me mua kështu si do. E di çfarë do më bënte me nerva? Konsumimi i ushqimit vende pa vend. E urrej. Selin është single, partneri im duhet të ketë mend, edukat, kulturë, edhe shumë gjëra tjera, po kaq për momentin. Krem një uragani Selin. Të shkon.